Në rregull. Le ti hyjmë kësaj teme. Të gjithë e njohim atë ndjesinë, atë dëshirën e brendshme për ta fituar një debat, për të provuar se e kemi një të drejtë. Por a keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh nëse ajo fitore në të vërtetë është një humbje e maskuar? Është një ndjenjë universale, apo jo? Ajo vala e kënaqësisë kur argumenti ynë del fitimtar dhe pala tjetër hesht. Ndihemi të zgjuar, ndihemi sikur kemi vënë drejtësi në vend. Këtu gjërat bëhen pak më interesante. Kjo pyetje e kthem përmbys gjithë idenë e fitores në një bisedë. A mund të quhet vërtet fitore nëse, duke fituar debatin, kemi humbur diçka shumë më të rëndësishme? Dhe ja ku është thelbi i gjithçkaje. Sipas Carnegie, loja është e manipuluar që në krye të herës. Mënyra e vetme për të fituar është të mos luash fare. Le të shohim se pse e thot këtë. Pra, pse është debati një betejë që praktikisht nuk fitohet dot? Logjika në fillim duket e thjeshtë, por ka një kthes që ndoshta nuk e prisni. Po, kjo pjesë është e qartë apo jo? Nëse humbet debatin, ke humbur. Askush nuk hyni në një debat me shpresën se do të dali mundur. Kur argumenti hidhet poshtë, mbetet ndjenja e disfatës. Kjo është e thjeshtë. Dhe ja ku vjen paradoksi. Kjo është ideja që ndryshon gjithë perspektivën. Si ka mundësi që edhe fitoria të jetë në fakt një humbje? Ja si funksionon. Nga njëra anë, ke fitoren akademike. E provove pikën tënde, ndjesh mirë me veten, por me çfarë kostoje? Nga ana tjetër, ke bërë që personi tjetër të ndihet inferior, i ke lënduar krenarin, dhe ai person nuk do të falenderoj për këtë. Përkundrazi, do ta mbaj mëri për triumfin tënd. Pra, fitove një argument, por humbe vullnetin e mirë. Kjo thënie e vjetër e përmbledh në mënyrë perfekte. Mund ta detyrosh dikë të pranojë disfatën logjike, por nuk ja ke ndryshuar mendjen. Në fakt, ka shumë mundësi që t'ja kesh forcuar edhe më shumë bindjen e tij, sepse tani ajo është e lidhur ngushtë me krenarinë e lënduar. Kjo është një histori klasike. Carnegie, për të treguar sa i ditur ishte, korrigjoi dikë publikisht. Ai kishte të drejtë? Po, por miku i tij i vuri në dukje një të vërtet më të madhe. Ai e kishte vënë në siklet atë person, pa asnjë arsye të fortë. Pyetja e mikut të tij, pse të mos e lësh të ruaj fytyrën, është tamam thelbi i këtij mësimi. Le shkojmë një hap më thellë. Ti thuash dikujt drejt për drejt, ti e ke gabim, nuk është thjesht një korrigjim faktësh, është në thelb një sulm personal, edhe nëse nuk e kemi këtë qëllim. Tani, ky numër 75% përfaqëson një standard shumë interesant. Ky standard u vendos nga një prej figurave më të mëdha historike, Theodore Roosevelt. Ai shpresonte të kishte të drejtë vetëm në 3 nga 4 raste. Kjo na bën të mendojmë, apo jo? Nëse një nga njerëzit më të shquar të shekurit të 20 pranonte se mund të gabonte në 1/4 e rasteve, çfarë na bën ne të jemi kaq dogmatik në debatet tona të përditshme? Kjo perspektivë na fton të jemi pak më të përulur. Ja pasojat e drejt për drejta. Kur i themi dikujt se e ka gabim, nuk po sulmojmë thjesht një ide, po sulmojmë vetë personin. Po sfidojmë inteligjencën, gjykimin dhe vetë respektin e tij. Dhe reagimi natyror ndaj një sulmi nuk është reflektimi, por mbrojtja. Ata do duan të kundërsulmojnë, jo të pranojnë se gabuan. Dhe ja shpjegimi psikologjik. Ne i mbrojmë idetë tona me kaq pasion, sepse ato bëjnë pjesë e jona, pjesë e identitetit ton. Një sulm ndaj ides ndihet si një sulm ndaj vetes. Në fund të ditës, ne po mbrojmë egon ton, jo domosdoshmërisht të vërtetën absolute. Benjamin Franklin është shembulli perfekt. Kur ishte i ri, ishte aq debatues sa njerëzit e shmangnin. Një mik i tha troç: "Mendimet e tua ka një shuplak brenda tyre." Franklin e mori këtë këshill për zemër dhe e transformoi plotësisht qasjen e tij. Ai u bë një nga diplomatët më të aftë në histori, pikërisht duke shmagur kundërshtimet e drejtpërdrejta. Mirë, pra e kuptuam problemin. Tani le të kalojmë te zgjidhjet praktike. Si mund t'i trajtojmë mosmarrveshjet pa krijuar armiqësi dhe pa lënduar njerëz? Këto janë fjalët magjike. Me të vërtet, të thuash mund ta kem gabim e çarmatos me njëherë personin tjetër. Kjo jep fund çdo debati dhe hap derën për një diskutim të sinqert ku askush nuk ndihet i sulmuar apo i kërcënuar. Dhe këtu kemi një udhëzues të plot. Hapi i parë. Dëgjo, mos u hidh menjëherë në mbrojtje. Pastaj, kërko pika ku mund të pajtohesh. Pranoj e hapur kur e ke gabim. Dhe më e rëndësishmja, premto sinqerisht se do të mendosh për këndvështrimin e tyre. Këto hapa e transformojnë një konfrontim në një bashkëpunim. Këshilla pragmatike e Lincolnit e përforcon këtë ide në mënyrë fantastike. Ndonjëherë, çështja më e madhe nuk është se kush ka të drejtë. Çështja është të shmangësh dëmin. Të lëshosh shpe për një pikë të vogël
mund të jetë shumë më e mençur se sa të përballesh me pasojat e një konflikti të panevojshëm. Dhe kjo na çon në përfundimin kryesor. Ne duhet të ripërcaktojmë se çfarë do të thotë të fitosh një bisedë. Fitoria e vërtet mund të jetë diçka krejt tjetër nga ajo që mendojmë. Këto janë shembuj nga jeta reale që tregojnë fuqinë e kësaj metode. Shitsi, Patrick O'Hare, nuk fitoi duke provuar se kamionet e tij ishin më të mirë, por duke respektuar mendimin e klientit. Konsulenti i taksave, Frederick Parsons, e ktheu një kundërshtar në aleat jo me argumente, por me vlerësim. Në të dyja rastet, respekti ishte çelësia. Kjo pyetje nga Ben Franklin e përmbledh zgjedhjen tonë thelbësore. Në fund të ditës, çfarë ka më shumë vlerë? Të kesh të drejtë për një moment apo të ruash një marrëdhënie pozitive dhe afatgjatë? Kjo poezi e vogël është një përmbledhje perfekte, ndoshta me pak humor të zi. Të kesh të drejtë nuk ka asnjë rëndësi nëse rezultati përfundimtar është katastrofik. Ndonjëherë, të jesh plotësisht i drejtë është thjesht një mënyrë tjetër për të humbur gjithçka. Dhe me këto pyetje përfundimtare, sfida na kalon të gjithëve ne. Herën tjetër që do të gjendeni në një debat, ndaloni për një sekond dhe pyesni veten, çfarë po përpiqem të fitoj në të vërtetë këtu? Përgjigjja mund t'ju habis.